Çdo njeri e përjeton stresin ndryshe dhe kur nuk di si ta menaxhojë lindin probleme. Këtu ndikon dhe horoskopi. Të lindurit të disa shenjave stresi ndjerë në pa mekanizma më problematik mbrojtës, drama, shpërthime dhe kaos emocional. Kur është stresuar, gaforja tërhiqet për jo në heshtje dhe pa uvën e re. Tërheqja vjen me një kosto emocionale, mesazhe pasive agresive, heshtje që zgjasin shumë, e ndjenja faj që transferon në mënyrë delikate tek të tjerët. Gaforja kujton tonin, fjalën, shikimin dhe kur thyhet, nxjerr një arkiv plagësh të vjetra, në vend që të thotë se çfarë shqetëson, pret që të tjerët ta ndjejnë. Nëse nuk e bëjnë, lëndohet më shumë. Akrepi nën stres nuk e humb kontrollin, e përdor atë, në vend që të shpërthejë zgjedhjen tërheqje të qetë litarit, bëhet dyshues, manipulues dhe i ftohtë emocionalisht, shpesh duke vënë në provë njerëzit përreth. Stresi i tij nuk duket kaotik, por është intensiv dhe i vështirë. Pjesa më e keqe, akrepi real kërkon ndihmë sepse beson se dobësia u jep shumë pushtet të tjerëve. Dashi, stresit e dashi nuk ka asnjë paralajmërim, çdo gjë del më njëherë në pa, i zhurmshëm, impulsiv dhe pa filtr. Në presion dashi reagon me shpejtësinë e rrufes, shpesh para se të kuptojë se çfarë po e shqetëson vërtet. Ai mund të pendohet më vonë, por në një moment stresi nuk ka dyrim për shpjegime, ndjenjat e të tjerëve apo një ton diplomatik. Nëse diçka nuk funksionon, dashi do ta marrë personalisht dhe do të sulmojë problemin ose personin. Virgjëresha. Kur Virgjëresha është e stresuar, gjithçka shkon keq. Rendi, orari, njerëzit, fjalët dhe detajet. Nevoja e saj për kontroll shndrohet më pas në kritika, vogëlsi dhe analizë të tepërt. Në vend që ta pranojë se është e mbikëqyrkuar, Virgjëresha përpiqet ta rregullojë botën përreth, duke i mbytur pa dashje të gjithë të tjerët në këtë proces. Stresi i saj është i qetë, por i vazhdueshëm dhe raskapitës për veten e për ata përreth. Binjakët e stresuar duket se janë kudo dhe askund në të njëjtën kohë. Ata flasin shumë, ndryshojnë temë, kalojnë nga një ide në tjetrën dhe rrallë qëndrojnë të përqendruara gjatë sa për të zgjidhur një problem, në vend që të përballen zgjedhin shpërqendrimin. Stresi i tyre shpesh duket si mendjeletësi, por pas tij fshihet shqetësimi dhe frika nga thellësia emocionale. Luani, një luan në stres humbet atë që është më rëndësishme për të, një ndjen kontrollin mbi imazhin e tij, pastaj bëhet dramatik, kërkues dhe i ndjeshëm ndaj çdo gjëje të vogël. Nëse nuk ndihet i parë ose i mbështetur, stresi shndrohet në reagime teatrale dhe në një nevojë për vlerësim. Gjëja më e vështirë për të është ndjenja e mosvlerësimit dhe kur objektivisht të gjithë përreth tij po përpiqen ta ndihmojnë. Peshqit të stresuar ikin, emocionalisht, mendërisht, ndonjëherë dhe fjalë për fjalë. Në vend që të përballen me problemin, tërhiqen në imagjinat, mohim ose në rolin e viktimës. Stresi i tyre është i qetë por i thellë, shpesh i shoqëruar nga një ndjenjë që askush nuk i kupton. Në vend të komunikimit të qartë, presin empati pa shpjegime dhe zhgënjen kur nuk e marrin atë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.